Ha, më për çfarë ne kem mbledhur sot në këtë vend që, ha? Por je që shumë të bukur. Si tha një miku jon, tha, janë bërë të gjithë filozof, tha, dhe nuk po gjej dot një njeri që të bëj muhabet. Në bërë gjithë filozof, një njeri të thjeshta që të bëj muhabet. Tani, për shkak të këtyre inteligjencave artificiale, dalin sikur ka lexuar Kantin dhe Hegelin gjithë. Edhe pse përmendi thot Kanti ka thënë kështu, Hegeli ka. Problemi është që e ka lexuar inteligjenca, jo ne. Po. Te njëra të ftuar i tu që do ta përmend tani direkt me emër, ju bëm të gjithë shkruas tekstesh. E kupton? Po gjelet pa punaj. Kush kelet më ai? Po. Bote. Dhe me njërë prezentojmë Albano Zhapaj, që po merret me gjitha filozofë që janë bërë tani. Do bëjmë tekst këtu Albano. Vetë kam dalë jashtë lojë. Po Albano s'do shkruaj më, po Jo, unë shkruaj, po unë shkruaj në qikë në labërishte, nuk i bëjt dot ashtu me... Mund ta trajnosh qatin, ja do të mësoj që ta flasi labërisht. Po. Nadia Elbasani, një mike dashur e studios Bardazi. Arjan Tredhasi, që thash do ngeli pa punë. Arjani o shankuar i pari, tha, Erion, tha, po na vjedhin tekstet! Shumë tha, po më vjedhin tekstet, tha, po me inteligencë artificiale, tha se kanë mësuar stilin si i bën ky, edhe po bëjnë tekste këngësh gjithë, pa lek, kuptoj. Dhe Eduard Liçaj, është njëna... Edmond. Edmond. Po s'ka gjë, thua e sakti se... Na falni ju që dëgjohet gabim. Po ta kishe për me ChatGPT do ishe ngatruar. Edmondi ka një nga kompanitë që është lider në këtë fushë. Është një shik kësaj pune, edhe po të keni ndonjë hall, ja ku e keni. Ai është gjithmonë në zhvillim dhe merr më të mirat e arritjeve në botë. Dhe është fati madh që e kemi në Shqipëri. Nuk e mërzitur akoma me Shqipërinë. Faleminderit. Jo. Nuk e di se ç'halli ka. Mirë, ç'a ndodh? Për mua se ka keq ChatGPT-ja. Pse jeni xhelozuar gjithë ju tani që na hidhni vickla këtu? Sepse ç'a ke? Jam me chatin. Jemi grupi chatit. Unë nuk jam, do të thënë, ajo është një plus. Po për ata që din ta përdorin. Pse pra, gjithë din? Unë jam shumë dakord me atë që thotë Derioni, që janë bërë gjithë poetë, gjithë shkencëtar. Do të thënë, jemi mendje ndriturit. Po më shumë mirë, pse ti është vetëm ti? Po, shko ç'a ndodh. Ka ardhur komunizmi, se kuptove ti. Mua më figuron, për shkakun që mund të më mbështes edhe pedagogja, që dalin gjithë me dhjeta, nëse ju e celulari në provim, ku qëndron problemi këtu? Problemi është që ti ngelesh tuaf, guak, budalla për të rjetën. Ua, sa ti e çati s'ngelesh budalla asnjëherë më sepse sa po të fyeu. Ora, do jenë të gjithë njerëzit me telefon gjithë jetën në xhep. Po pra. Mësojnë të gjithë njohurinë të inteligjencës artificiale në vetvete, mësojnë edhe mënyrë artificiale, që thotë harrojnë më një herë ato. Po pse ka njerëz që ne nga kjo metodika e përmendshit për shembull. Jo, nuk supozohet të thotë brezi, gjysma e brezit po bëj rolin e Erionit unë tash. Po nuk supozohet të mësosh përmendesh, supozohet ta mësosh, pra të Nuk jam dakord që të gjithë mund bëhen ignorant. Shiko, unë mendoj që gjëja më e mirë që jep inteligjencë artificiale është se krijon varësi. Të mësuarit përmendesh nuk ka krijuar varësi deri më sot. Sepse deri thjesht e ka harruar. Se inteligjencë artificiale ti për çdo gjë orientohesh, ti drejtohesh asaj edhe kur e din. Pra për siguri. O zotri, është problem shëndetësor ti? Të përgjigjet në orën 2 të natës doktoria. Po, të ta them, të ta jap atë të përgjigjet, ta jep përgjigjen kështu çati. Ta jep konsulencën më të mirë sipas çdo standardi. Ornela, ka qenë një miku im Korçar, edhe shkoi ti çap, më doktor, më dhem këtu. Po. Tash si t'ia kthe përgjigjen, më dhem këtu, vetëm doktor më dhem. Po, ditja tregoja i në anë të maj, shosh vezores të krahas. Ai çati po. Ku të dhem, aty i thotë. Jo, të pyeta. Problemi është njerëzit kanë katandisur, i thua 3-7-21 rriti dhe thoi 7 pritën në shtata të nxjerr çati. Unë jetoj se unë. Por një sekond, çfarë problemi ka? Unë i shoh gjërat. Ato më përgjigjesh tamam ti mua se je xhelozuar më shumë se. Nuk jam xhelozuar. Tani unë të them konkretisht. Mua për shembull shfrytëzon të mirat e saj për shembull. Unë si Arjan po jam të tjerët që e shfrytëzojnë për keq. Ashtu thonë dhe ata. Të dua të them. Ashtu thonë dhe ata thotë. Po jam dakord se si tha ai, një budalla tha ka hyrë në kundravajtje, tha e pa budalla, tha jo mos këtu janë të gjithë budallë, tha. Kupton se edhe ai e pankën vështrimin e vet. Ata që ishin në rrugë tyre. Si e shikon ti këtë arritje? Unë e them si lehtësi. Mua, kur kam chatin, unë mendoj se kam një asistente të dytë atje. Shiko, unë kam thonë edhe për zhvillimet e tjera që kanë diku në jetën tonë fushë teknologjisë. Ashtu mendonin edhe ato që thanë kur shpikjen e telefonit, apo për shpikjen e kompjuterit, që do ngelin shumë gjëra tjera nuk do funksionin. Tani gjithmonë kanë qenë
Kanë ngell, lojrat e fëmijëve kanë ngell. Jo, janë avancuar në një fazë tjetër zhvillimi. Çështja është që teknologjia gjithmonë është zhvilluar mbi bazën e qëllimit përdorimit. Ka shtete që e përdorin për keq dhe sulmojnë gjithë shtetet e tjera, për shembull në aspektin e sigurisë kibernetike. Ama ka shumë shtete tjera që janë zhvilluar për të mbrojtur në këtë fushë. Çështja është teknologjia dhe inteligjenca artificiale sidomos është sipas qëllimit të ose objektivit që ke ti si përdoruar. Ai tha nuk lozi për Qëllimi i tregtarit tek Republika e Platonit është që të fitoj sa më shumë dhe ti që ke biznes IT-e, që të fitosh sa më shumë duhet të kesh sa më shumë parë. Unë mendoj që Platoni do mendonte ndryshe. Karma është revoltuar kaq shumë me këto tekstet e ndyra. Me këto tekstet e pista. Me këto tekstet vetëm e çame. Po, ta bën inteligjenca artificiale, vetëm thuaj më Jo, është revoltuar me këto tekste që kanë dalë nga dora e njeriu. Sa tekste këngësh ke? Sa të duash. Po, që janë të pista për të dëgjuar. Nga 90-a. Jo, dhe çati ta bën me fjalë pastra të paktën. Nuk të jep. Jo, çati të jep çfarë kërkon ti. Mos e gatroj gjën. Çati të jep çfarë. Jo, ka një farë etike që ruan. Ka etikë për problem tani. Ka fjalë bllokuese. Në çdo lloj gjuhë ka fjalë të pista e ka të bllokuar. Karma. Tani konkretisht. Doni këta ta bastardonin këta, jo ai, sa ai është artist. Po doni ta bastardonin, ta shkatronin. E ti çfarë ka ndodhur me mua për shembull, unë ri në studio, kompozoj, orkestroj një material, po flas një Serenat Korçare X. Tani ai tjetri e merr, se janë disa programe që nuk dua ti reklamoj, e merr këngën time siç është, e fut atje dhe thjesht i ndron timbrin e vokalit. Sa këngë greke ngjajnë me këngët Korçare? Ndër vite. Sa këngë gjasin, jo ja ta them unë, me fjalë troç janë të vjedhura. Po, edhe para. Jo në gjasin, janë të vjedhura. Nuk e ka është efekti inteligjencës artificiale. Jo, nga që në gjasin. Unë po të tem që Serenatat Korçare... Pra kjo ndodhi ka ndodhur, nuk është të ndodhi tani. Burimi Serenatës Korçare është që nga lufta franceze, se ne në Shqipëri nuk ekziston të ritmi 3-4, janë vals, shumica. Thoni janë vjedhur nga Greku janë vjedhur para 90-ës, për arsye që mos këndohesh në Greqisë dhe ju vinë tekstin shqip. Unë të t'i them dhe me emra dhe sot e kësaj dite vidhen akoma, madje edhe në festival kemi kapur këngë që janë vjedhur në Kinë ku diun. Kurse për sa i përket kësaj gjës që quhet inteligjenca artificiale, mbaroj këngën unë, ai tjetri e merr, Muratori që është në Itali, më kupton, është i Muratori në Itali, thonë shumë mirë, ka talent për këngë ai, çfarë problemi ka këtu? Unë e marr këtë dhe i ndroj ngjyrën. Edhe emrin e ka nga mos t'japim reklam, pa e pa njëzve. Po këshu ben temat e diplomës, mo nuk është dojnë qutje madhe kjo. Unë s'dua të të përmend, dhe politikanë që marrin temat diplome, politikanë që i kemi e dim të gjithë. A i merën dhe i futën bravo, i futën atë doktoraturën. Shikon ti Albano dhe pasaj direkt. Shiko, nuk është dojnë qutje madhe, sepse shiko, ti në qose do futës të qatë GPT-a dhe ta pyesësh, jo GTP-a, se do dukemi si ajo. Në qoftë se ti e pyet për shembull për poemën Bagti e bujësit Naim Frashit. Bagti e bujësit Naim Frashit është shumë e ngjashme me një poem të Sadit që është një poet i vjetër pers, nga Persia. Ka vjedhur dhe Naimi, domethënë. Po ka marrë aty sepse në një farë mënyrë diçka e ka marrë, e ka përpunuar, e ka përpunuar. E ka përpunuar dhe Naimi? Po normal, ato tekstet që thua ti dhe tekstet shkollora nuk përkthehen. Diku merë. Se shiko, nuk mund jetë njeriu, çdo njeri veçantë të krijoj gjëra të reja. Keqe këtu Albano se s'po ta kuptoj. Jo, nuk shikoj ndonjë gjë të keqe. Nuk shikon të keqe. Po ti po ankohesh? Për çfarë po ankohem? Po ti më thell valla. Po na bën të gjithë të ditur. Jo, në rregull, po kjo pastaj varet nga ty se do ta mbash ti afër atë apo jo. Si do ta mbaj? Po ku diun? Si se diti, jo, një sekond, nuk e keqe këtu në këtë mes. Si nuk e diti. Është zhvillim apo është regres? Kjo është një super zhvillim kur ti e ke të qartë çfarë do të bësh. Bravo. Për shembull, nëse ti ja jep një armë, një njeriu që s'di ta përdori, ai mund të vrasë, është i pavetëdijshëm. Majmunit. Ose majmunit, për shembull me atë videon e mbaroj fishekët. Kur i mbaroj fishekët ai ka mbaruar. Ai nuk di ta zhvilloj më atë gjë. Edhe një njeri që nuk din ta përdorë inteligjencën artificiale dhe e keq përdor si në rastin e Arianit, ai do e përdori keq deri kur ti mbaroj fantazia e tij. Do e përdori keq deri në momentin që nuk rregullohet. Aktualisht zhvillimi i inteligjencës artificiale nuk është rregulluar nga aspekti ligjor. Dhe për sa kohë, jo, ajo është tjetër gjë, lutem, nuk ka lidhje. Po flasim për të drejtën e autorit, dhe për sa kohë nuk do të rregullohet me aspektin ligjor, atëherë do të abuzohet. Pra ti ke dhënë të gjithë njerëzimit një mjet dhe i thua të lutem përdore mirë, por mes nesh do të kesh patjetër njerëz që e përdorin dhe për keq dhe abuzojnë me të dhe madje mundet të krijosh këngë
libra, artikuj, pa tjetër. Shumë Po versionet e qatit, të drejtën e po versionet e qatit me pages bëjnë mrekullira. I që i nati kam, kjo është karma e ndërshkrimit të gjitha tyre pseudo-artistëve, dhe ju artistëve të mirë që heshtët, kur ata pseudo-artist e shkatëruan muzikën, me tekse ordinere, me talava, dhe vetëm disa kryonin dhe të gjithë të tjerët klikoheshin më shumë. Këto tekstet e ndyra janë klikuar. Tani, e di pse jam e mërzitur me ty unë. Unë ti e di shumë mirë që unë s'kam asë një tekst me banalitet një, dhe e dyta unë kam 2 vjetë që kam e dorë nga këto gjëra, dhe jam kundra këtyre, dhe jam pro të drejtës të autorit, dhe këta do vi një jam e mërzitur me ty. Që ti kaq vite miku im, s'më bëre një këngë. Qati ma bëre për 5 minuta këngën. Të ta bëj? Ta shi se dua unë tani. Ta këndon qati? Po ta këndon qati? Me qatë pra, të abim me qatë. Me që diqme, një këngë Ornella s'kemi të gjuar. Ma ka bërë Irma Libova me qatë. Dhe ma dërgoj dhe ishte një surprizë. Dhe jo, edhe unë mund të abit tani, po oke, me shiste të ka bërë Irma, mi kesh, ajme unë po i fej Erioni. Rinati Irma. Jo, Erioni se është emri kesh. Që do me thënë, janë dalemi këtu, sa ko do duesh e ty, dhe sa lek do duesh e të mbëje këngën mua? Që si ke ato lek? Me qatë apo në studio? Me qatë apo... Ta bëjon pa lek fare. Po pa lek fare me... Mos e nëzirë celularë. Po pse se shikon këto të mirë? Po pikërish këtë po të them që unë si Arjan e përdor për punën time, por qati më ka hequr muzikantët. Unë kisha 5-6 muzikantë që mbanin familjen, që i paguajnë, tani qati... Pra mirë, po të them që... Po jo, edhe unë që mësum punën do ullë shpimin. Pra që ndodhë? Qati, për shumë përsa i përket sferës time si muzikant. Instrumentistët ka ngell pa lek? Pa lek. Ata ishë punën i studive. Tani, kurse unë kisha një piano që luanja gjithë shka, tani duhet të marrësh vesh nga muzika. Dhe ti thuash ati do, mi, sol, më këton, dhe aji, pra aju të bënë në kohë rekord atë punë që të bënjë ti mekanikisht, aju të... Kjo është qati për mua. I godet, ashtu, ë? Kurse, aji tjetëri që s'diga muzika... që aji kopion, nuk është projnë... Kurse aji tjetëri që s'diga muzika, merë këngën time, e fut atje dhe 30 sekonda i nëzirë një version tjetër. Po që janë këta instrumentistët që i bien pa lek për këtë muzikën, këngën që të tënde që kërkon? Është inteligent, është pa shpirt. Janë mjetet të cilat janë kryuar në çdo sektor. Për shembull, në fushën muzikës, të gjithë sektoret janë prekur. Ashtu si muzika janë prekur edhe, për shembull, edhe çështja e krijimit të me këngë që themi është filan baterist, i ka rënë filan baterist, emër i madh, tani ne s'di më emrat e... Dallimi më i madh është dallimi negativ se humbet ajo lidhja me publikun edhe lidhja me... S'ka feeling, nuk do të... Dallimi më i madh është sepse krijimtarin qati apo gjithë inteligjencën artificiale në përgjithësi e japin nga ato çka ti i jep asaj. Pra njëri që nuk din aspektin teknik, social, se si përqohet mesazhi tek njerëzit e me radhë, dhe ja lë të lirë qatit. Edhe Albano, direktyre. Futemi në Facebook, tani ka njerëz që bëjnë shkrime na 12 faqe. Po unë e kuptoj shumë lehtë. Çdo përdorrues i qatit e kupton kur ti e ke bë me çat. Sepse terminologjia është e njëjtë. Jo, është... Shiko si e dalloj. Unë do të tregoj një rast shumë interesant. Kisha një shok, le të themi, po që unë e njihja siç je ty. Mënyrën e të folurit, shprehurit, gjitha. Dhe shikoja që ky postonte kohët e fundit, postonte ca gjërat të mrekullueshme. Dhe unë që tek gjuha e kuptova që nuk ishte gjuhë e tij. Jo, ka marrë një sekretare, por përveç se të shkruarit, ai dhe i fliste. Pra qatit ti çon të regjistron zërin ty dhe ai flet me mënyrën më të mirë se ti në një moment i dërgon timbrin e zërit tënd dhe ai e fliste këtë. Dhe unë kisha vënë re që se që i kalon të një makinë brapa krave, se ishte në natyrë, dhe o makina kalon të shpeshere, njëta makinë. Aty pastaj kuptova, aty kuptove që filozofi... Kurse nga shkrimet, sepse shko, qati ka një gjë, inteligjenca artificiale ka një gjë, nuk është e bërë në gjuhën shqipe kur është shpikur. është bërë në gjuhë të bazë, është bërë në anglisht. Dhe në anglisht i ke fjali fillojnë me lidhësën dhe. Në Shqip nuk fillohet fjalia me lidhësën dhe. Dhe ti po të shikosh, këta që postojnë, fillojnë fjalit me dhe, krye radhë dhe. Kemi atë shprehje, kemi kupton është bërë një studim dhe kanë marrë 100 autor dhe kanë thënë përdorni inteligjencë artificiale për të shkruar një libër. Dhe të tërë, thuajse të tërë, e kishën shumë të ngjashme mënyrën e shkrimit, vetëm tematika ndryshonte. Pra tematika ime ishte ajo që unë vetë kisha zgjedhur, por ama mënyra e shkrimit ishte e njëjtë. Edhe kjo e bën të dallueshme për momentin. Po si të marri çmimin Nobel në letërsi ky çati që thoni ju? Atëherë, për momentin, prandaj jemi në këtë lloj
kontrolloni me një qatë tjetër. Nuk e ke reguluar akoma se kush do t'jetë mjeti me cilin të gjithë pranohet që do të identifikohet një tekst me inteligencë artificiale. Në momentin që i shkruan kartit, aty se je regjistruar. Përfshirë këtu edhe doktoraturat, përfshirë këtu edhe librat e tjera me radhë. Pra, situata aktuale është një situatë që kush mori, më nuk do ketë abuzim. Po, unë jam dakord edhe me atë që tha, unë kam shumë miqë në Facebook që njoh dhe live, dhe shof aty që ata kam pasur 30 dhe në 20 fjallë, në fjallorin e përdiqëm, jo, fjallorin e tyre. Tani që ti përdor studenti që ti e di që nëzit ka marrë pesën, më bu. Exakt, tu desha dinja. Ti e di që aji nuk e ka të luja ulim. Tu doja të dinja, ti shef studentin kur e ngre dhe pyet dhe ka 50 fjallë, 60 fjallë në fjallor. Ndërkohë të bën një ese me 4000 fjallë, më kupton? Shikon, i nderuar. Për shembull, asnjëherë nëse nuk e kam parë duke përdorur telefon, nuk mundet që ta akuzoj që është gjeneruar me inteligjencë artificiale. Thjesht do i ma thuaj atë që ke shkruar. Po, por ama, kur unë e marrë dhe lexoj, nuk mundem ligjërisht të them që e ke bërë me inteligencë artificiale. Jam shumë dakord, po në momentin që ne flasim bashkë, ti e shef kapacitetin e tjetrit e di që nuk i kalon 60 fjalë, 70 fjalë, kurse kur flet me inteligencë, ti thua kush e ka shkruar. Në aspektin social, edhe tek puna jote, duhet të kuptojmë një gjë. Teknologjia bën që disa vende pune jo të humbasin, po të transformohen. Banë mend ti para se ti e ke moshën, njëri një kohë ka qenë profesioni daktilografistit. Jo, ka qenë profesioni daktilografistit, bëj shkollë, apo stafat. Në momentin që doli kompjuteri, këta dolën pa punë. Po, pa punë, pa diskutim. Por nuk është se ngel në farë, është transformuan. Unë vura re diçka në panajirin kombëtar që unë bëj në çdo qytet, work and study, që shumica e të rinjve ishin të ndrojtur për të ndjekur një deg që ka lidhje pikërisht me arkitekturën ose me sepse ishin të gjithë të kërcënuar nga inteligjenca artificiale. Po, pa diskutim. Do më thënë, djeni një rrezik të tillë sa që dhe shkollën nuk e merrnin fare për bazë. Pra, do më thënë, tani të marrim ata anën tjetër, me qënë se jemi në pjesën e errët tani, se diskutuam për vlera, tani diskutojmë pak për pjesën e errët. Ka, pro dhe ko. Në pjesën e errët, ky chat GPT-ja, mos është ndonjë doktrinë ndërkombëtare për t'i bërë popujt sa më pak të ditur, për t'i bëj popullit sa më pak të mençur në mënyrë që të udhiqen më lehtë? Është tezë që ekziston. Po problemi është që unë e përdor si dua unë. Pra mua nuk më detyron dikush që për çdo problematik time, për çdo shkrim timin, të përdor inteligjencë artificiale. Unë zgjedh pa e përdor. Unë e shikoj në një shkollë mendimi tjetër. Kjo ishte e para, kjo që thatë ju, e dyta është kjo tjetra. Unë me kohën e lirë që çati më lë, pra duke qenë se rris eficiencën, mundet që të rris aftësitë e mia të tjera. Pse nuk e shikoni në këtë lloj forme? Pra, një punë që unë dje e bëja për tre. Po atrofizohet truri. Nadia, di çfarë ndodh? Jo, nuk ka pse. Po atrofizohet truri studentëve me studim. Të kufizon mendimin kritik. Zgjedh që ta bësh. Nadia, nuk të detyron. Pra MIT-ja e ka bërë studim. Truri i studentëve që përdorin chat GPT-n ka filluar të mos punoj siç duhet. Sepse ai studenti fillon mendimin kritik. Mënyra se si e përdor është e gabuar. Pse se përdor si asistent? Po jo, sepse nuk e përdor si asistent. Këtu je dakord, këtu jam dakord të gjithë dhe këtë doja të thesh. Nuk e mos e lodhur kaq shumë trurin, mos do jetojmë gjatë. Ai po neve shko. Ne shqiptarët ne zhvillohet kur e vën punë, jo kur nuk e vë. Shko, problemi është kjo që do të Nadia që duhet të dish ta përdorësh si asistent dhe jo si kopjues. Do të thënë një student bën një ese dhe nuk di çka ka bërë. Inteligenca artificiale ose algoritmi i përpunimit të dhënave të mëdha që quhet ndryshe, ka ekzistuar më shumë se 15 vite. Ama ajo është bërë publik këto vitet e fundit. Sepse të gjithë ato informacionet të rrjetet sociale janë përpunuar nëpërmjet një inteligjence artificiale të cilat ne na shfaqin, për shembull në Google, gjëra që na interesojnë ne dhe jo çdo gjë që shfaqet në Google. Për shembull, ndryshe i shfaqej më parë një fotografi Google search për të njëjtin keywords në Afrikë, dikujt tjetër në Europë që është një sportist. Pra kjo inteligjencë artificiale ka qenë. Në momentin që ndryshoi çdo gjë, ishte kur ajo u bë publike tashmë që të përdoret. Tani, çfarë ndodhi në këtë aspekt? Ajo filloi dhe u shumëfishuar vetë zhvillimi, inteligjenca artificiale po vetë zhvillohet, si më thonë, dhe vetë krijon një algoritme të tjera zhvilluese nga ajo çka japim ne.
Pra, gjithse cili ka kriju tashmë një profil në çdo llogari. Dhe ajo shumë fishohet, sa që vetëm në lançim, ne e kemi parë për shembull, kur e lançu ChatGPT-ja që ka qenë platforma e parë që u hap nga OpenAI, vetëm gjatë fazës së parë të testimit, ajo kaloi mbi 500 fish zhvillim, pra një periudhë shumë të shkurtër, dhe që atë ditë ne nuk e dim më se sa është kapaciteti i fjalëve në të cilën ka sot të akumuluara. Llogaritë llogaritë 2030 se çfarë ndryshimesh të mëdha do ketë që tashmë çdo industri e ka. Po e arritëm me këto ritme. Tani po të themi gjë, është një shprehje popullore që e di Albanoa. Unë bos, ti bos, lopën kush do e kullos. Tani unë gjeni, ti gjeni, kush do sjelli bukë në shtëpi o vlla. So punë që gjeni. Po e tha Elon Musk më shqetëson. Më shqetëson, sepse një njeri me inteligjencë 0.5 që di të shkruaj vetëm shkrime këndim do të më bëj të mençur. Po nuk është ushqyer vetëm ai që shkruan. Ai kur ta shikoj që nuk më sjell gjë ChatGPT-ja apo asnjë kompjuteri që kur e përdorën të parë që po përdorin teknologjinë dhe të tjerë të thonin çfarë po bën aty, gjithë u kritikuan. Ama nuk sjell lek ajo, sjell çdo gjë krijimi dhe puna jote. O njeri i lexuar. Pse nuk kap këtë pjesën tjetër? E kam kapur, po. Po, shumë mirë mbaj. Tani, doli ChatGPT-ja? Po. Po shbëhet dhe letërsia. Ato po Po them. shbëhet letërsia, nuk ka më libra, nuk ka më tituj, nuk i Po ngranohen. njerëzit po lexojnë më shumë tani. Jo, ato që nuk lexojnë. Alternativa është duke. Po mirë, nuk lexojnë një trajtim teme të caktuar. Mund të lexojnë Nadia, po studentë Nadias, edhe ato që i nxjerr çati, fotokopje i dorëzojnë dhe rasti lexojnë. Inteligjenca artificiale, domethënë ka dy kategori njerëzish që e përdorin. Janë ata që e kanë qëllim për të shfaqur, si punë ati që njerin kohë vente në dasmën ati tjetëri dhe merë të kostumin të komshiu. Tani nuk merë me kostumin, po merë mendimin e çadit dhe e prezenton si tëndë, një që është pak më i zgjuar. Dhe është ai tjetëri që është profesionist dhe e përdor si mjetë. Ai e ka mjetë pune. Jo, dhe unë e kam mjetë pune. Pedagogja e ka mjetë pune. Unë po e kam mjetë pune në rast se më duhet për të bërë diçka më të shpejt. Por kujdes, unë nuk marr diçka nga çati që nuk është e imja, sepse pastaj nuk do jem në gjendje ta riprodhoj dhe të krijoj një mendim kritik mbi atë. E dinim se nuk jam dakord në aspektin social me tezën që nuk do ketë më personat të cilët bëjnë punë, po themi të gjithashun, po. Ai e pret trash, po nuk. Jo, e ka thënë Elon Musk. Elon Musk ka thënë shumë shpejt dorë, Elon Musk do paguajë. Shumë gjëra, po. Nuk kemi që gjithë milionerë. Sepse disa nga ne din ta përdorin dhe kreativitetin në përdorimin e inteligjencës artificiale dhe kështu rrisin të ardhurat e tyre personale. Disa të tjerë thjesht e përdorin për, siç e tha profesori pak përpara, për të bërë vete një mendim që nuk e kanë. A do shduket mësuesi? Jo. Se kam nevoj të vete në shkollë, kur i them ati më bëj një program personal? Unë nuk do thoja plotësisht jo, nuk do thoja plotësisht. Nuk do dal kur nga loja, por kujdes. Kysh, po të dalë një bjonda dhe një 2 metra yll mësuese. Ashtu ne duan edhe për stikërët. Erion, nuk është aty çështja. Çështja është që inteligjenca artificiale ta modifikon mënyrën se si ti të mësosh që të nxësh më shumë. Që do të thotë, unë kam përpara 40 studentë dhe e jap mësimin njësoj për të 40 ata. Ndërkohë që inteligjenca artificiale ta personifikon mënyrën se si ta jep mësimin. Të po them. Po pra, po ti provimin e bën njësoj për të gjithë. Urdhë? Ti provimin e bën njësoj për të gjithë. Po, provimin po, por ama nxënja tek studentët nga dikush i cili është personifikuar, pra inteligjenca artificiale. Ndajmë sa gjëra, se ndryshe të hallakatemi kohë. Në aspektin social, kush e përdor si qëllim në vetvete, do të përfundoj shpejt. Si tha zotëria që është si pune, kur je pa armën njëri që s'di qëllojtha, do shkrepi lartë e poshta, do vras njerëz. Po kur ti mbaroj fishekët, ka mbaruar punaj. Unë këtë shokun që kisha në Facebook, i komentova njëherë atje, se e kuptova që i bënte edhe videot me ai, edhe i them, qemër ti vëm djali to, moj në no. Ma ke treguar dhe mua. Bravo. Edhe pastaj ai më shkrua në inbox. Më thot mua, pse ma bërë ti këtë gjë? I thash unë që, o vllai, i thash, lumë unë për atë që the, e mjerë unë për atë që je. Edhe e kam heq nga Facebooku. Pra e zgjidha unë problemi. E zgjidhe ti? Prit. Jo, a i vazhdo. A i vazhdo. Në aspektin... Atje një populli që tot, jo, unë filozof që uaj këtu, jo ty. Në aspektin pastaj... Ato filozof do dëgjoj. Në aspektin arsimor... Shëqëria nuk i pranon edhe videot me ajma, nuk të tërheq, nuk ka... Në aspektin arsimor pastaj ka një problem shumë të madh. Unë do ju tregoj një rast që më ka ndodhur në muajin shkurt. Kur kishim provimet e sezonit, i futa studentët në provim dhe pa dashje, në master, shikoj një vajzë që
nuk ishte marrë shumë herë pjesë në mësim, e kisha si fytyrë të pa parë për herë në mësim, dhe e shikoj që tentonte dhe e kuptova që po kopionte diçka, po se çfarë nuk e mora vesh, sepse libra ato kisha hequr. Dhe e gjej poshtë fletës kishte telefonin, e kap në moment dhe e marr telefonin e shikoj. Unë pyetjet zakonisht i bëj pyetje formuse, pyetje të hapura. E kishte fotografuar pyetjen, e kishte fut në ChatGPT dhe ChatGPT i kishte dhënë përgjigjen. S'ka nevoja s'ta shkruash. Normal që e pezullova, e nxora jashtë dhe e ngela unë atë, por pastaj hap dhe për kuriozitet lexoj dhe pyetjet e tjera. I kishte bërë perfekt me ChatGPT. Tani kush është rreziku? Mesazhi është ky. Që dashje pa dashje, në qoftë se ne nuk dim ta përdorim, apo në qoftë se mësuesi nuk bën rolin, mësimdhënësi nuk bën rolin e atij mediatorit midis teknologjisë dhe dijes dhe studentit, se studenti dhe dija kanë mes teknologjinë. Aty duhet hy si mediator, si ndërmjetës, mësuesi, që t'i orientoj, që të din ta përdori. Rreziku kush është? Rreziku është që ne krijojmë elita artificiale. Ai ta merr 10. Imagjino në maturën shtetërore që të zgjidhi problemet me ChatGPT, nëse një student, një maturant ka telefon. Me teknologjinë është luftë e humbur, mënyra e vetme se si mundet të bashkëtojmë është që dim të përdorim në të gjitha aspektet. Mesazhi im është si kompozitor, si murator, të dyja me orë mbarojnë. Pse Vlor çfarë? Jo, flash, kompozitor, si kompozitor, si murator, me orë mbarojnë. Tashi, ideja është që ne sa më shumë të ndërgjegjësohemi në përdorim dhe sa më shumë benefitet i shohim teknologjisë në përgjithësi, jo vetëm inteligjencë artificiale, aq më shumë do na shërbejë teknologjia edhe në profesionin tonë, edhe në jetën tonë, edhe të kuptojmë, si më thënë, edhe ndërveprojmë me njerëzit. Okej, Erion? Mendimi më i fuqishëm është ky. Nëse flini në krevatët dhe dyshekët Dorelan, inteligjenca natyrore juaja do shtohet. Vetëm inteligjenca? Inteligjenca e Dorelani, që bën Dorelani, përdor dhe inteligjencën artificiale, në mënyrë që të rritet inteligjenca natyrale. Shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në ndeshje.